Përshëndetje më të vazhdit tonë, po takohemi me emisionin Bota Jonë. Ky ritakim i yni tashmë ka filluar dhe ne do t'jemi bashkë çdo javë duke sjellur para jush nxënës të ndryshëm, intervista të ndryshme, diskutime në studio dhe të arritura të nxënësve anë mban vendit tonë. Bashkë me mua në studio do t'jetë një bashkëpërsantuese, një nxënëse e klasës së 7, Adia Kurtolli, e cila bashkë me mua do t'jetë për gjatë 40 minutave që do të realizohet emisioni Bota Jonë. Unë ju them mirë se erdhët në edicionin apo e sezonin më të ri të emisionit Bota Jonë dhe shpresoj që do të sjellim para jush shumë intervista dhe do të realizojmë shumë tema të ndryshme duke sjellur tek ju freski dhe momente të bukura bashkë me ne. Adea, përshëndetje dhe urime që do t'jemi bashkë në këtë sezon të ri të emisionit Bota Jonë. Faleminderit shumë për këtë gjë që kam mundësi për të bërë dhe jam shumë e lumtur që jam në këtë studio. Para se të fillojmë me emisionin dhe me prezantimin e mysafirëve të sotshëm, unë dua të pyes ty fillimisht për më na tregu pak rreth pasionit tënd për prezantimin dhe të qenurit prezente në media, sepse e dim që ti ke edhe 3 këngë të cilat i ke realizuar dhe mund të themi me një fjalë që je artiste që sapo ke filluar rrugën tënde. A mund të na flasësh pak për këtë pjesë? Po, ne jam një këngëtare e vogël, jam shumë e lumtur që jam një këngëtare dhe jam në këtë studio tani. Unë i kam të ri këngë, të cilat janë Maca, Vëllau dhe Motra dhe Kukullat. A mund na flasësh për secilën nga pak, ta dim në çfarë periudhe janë realizuar dhe cili është më saktësi kuptimi i tyre tek ti? Po, fillimi i këngës time ka qenë Kukulla, ajo ka kuptim sepse unë kam pasur qef të luaj gjithë me... Si një vajzë vogël, si gjithë vajzat. Në këngën e dytë ka qenë me Maca dhe Qen, unë i dëshiroj shumë kafshët të mençura, ato unë i dua shumë dhe ajo ka qenë kuptimi i këngës time. Në këngën e tretë ka qenë për vllahun tim dhe për motrën, ato unë i dua të dytë me gjithë zemrën time. Në fakt, kjo do t'jetë kënga të cilën do ta interpretosh pas përfundimit të bisedës së parë në studio, ku i kemi të ftuara 3 vajza, i kemi 3 vajza të shkollës Elina Gjika, të cilat do diskutojnë sot për aktivitetet jashtëkurrikulare të cilat realizohen në këtë shkollë. Prezente i kemi Anisa Bajra, e kemi Dibuna Ilazi dhe e kemi Riana Islami, janë 3 vajza të cilat janë të angazhuara në aktivitetet jashtëkurrikulare të cilat realizohen në vazhdimsi në shkollën Elina Gjika. Adea, do të filloj të parashtroj pyetje, sepse duke qenë se janë nxënëse, normalisht që kohën më të madhe ta themi kështu, do t'ju japet mundësia që të bashkëbisedojnë. Unë mund ta them jam një ndihmës për Adean, sepse Adea do t'jetë gjithherë pjesë e emisioneve dhe ndoshta do të ketë momente që do ta sprovojmë dhe kjo do të realizojë ndonjë emision e vetme. Përshëndetje, unë dëshiroj ta dija se në çfarë aktivitete shkoni dhe cila ju pëlqen më së shumti. Anisa, filloj me ty? Po, unë jam nxënëse e shkollës Elina Gjika, ato e mbajmë aktivitete të ndryshme, si ato shkollore, ashtu edhe jashtëshkollore. Unë marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, si që janë ato të klubeve të gjelbërta, ku aty jam edhe antare e klubit të gjelbërt, tjetër marrë pjesë edhe sa i përket arteve, unë bëj piktura të ndryshme dhe ne bashkëpunoj me arsimtarët në kuadër të aktiviteteve. Tjetër jam edhe në vallëzim, ku marrim pjesë edhe jashtë shkollës me arsimtarët tonë përkatës. Kur jemi tek pjesa te klubi i gjelbër që e përmendë në fillim, a mundesh me na fol pak se me çfarë aktivitetesh saktësisht merreni dhe ku i realizoni ato aktivitete në të cilat ti je pjesëmarrëse? Këto aktivitete ne i realizojmë brenda shkollës, po ashtu edhe jashtë shkollës. Ne në shkollë kemi oborrin ku aty mbjellim lule së bashku me arsimtarën tonë të biologjisë dhe nxënësit tjerë që janë në klubin e gjelbër si antar.
Tjetër, ne realizojmë edhe në parqe të ndryshme si parkun e Prishtinës, ashtu edhe në Tokboshe. Më së fundmi kemi pasur një aktivitet me arsimtare jashtëshkollor në parkun e Prishtinës, ku kemi pasur ftesë nga komuna. Aty kemi pasur për ditën e pranverës që të mbyllim lulet sezonale të cilat janë zabakët. Kemi kaluar shumë bukur dhe e kemi shfaqur kreativitetin tonë në mbyllen e luleve. A mundesh më na tregu se si bëhet përzgjedhja e nxënësve të jenë pjesë e klubit ku jete? Sepse përmendet që merr pjesë në klube të tjera, në vallëzim, në pikturë, por të po flasim tek klubi i Gjelbërt. Cilat janë ndoshta kriteret, ta quajmë, për pjesëmarrjen në atë grup? Po e vërtet, nxënësit që përzgjedhen duhet të kenë aftësi për grupin përkatës apo klubin përkatës, që aty të shfaqen më së miri punimet dhe idetë e tyre që të kenë kreativitet në ato projekte. Në rregull, faleminderit. Mund të na tregosh, Libuna, të çfarë ndjen në gjëra si në aktivitetet e shkollës? Po, unë jam në korin e shkollës, gjithashtu së fundmi kemi pas aktivitetin e dramës. Unë dina shumë mirë kur t'i bëj të dyja këto dhe mendoj që është bu tashmë një pjesë e jetës teme. Kur po flasim tek drama, a mundesh më na tregu sa ka qenë vështirë për ty që ta bësh për veten ndoshta rolin tysh në rol, sepse e dim që nuk është e lehtë aktorësh, e sidomos për nxënës të shkollave fillore. A mundesh më na vol si ka qenë si proces për ty deri tek finalizimi i rolit dhe paraqitjes para publikut? Në fillim kom pas shumë emocione derisa kom fillu me mësu tekstin, derisa kom fillu me hit ama në rol, po mendimin e arsimtarëve edhe të personave të tjerë ose të aktorëve të tjerë që kanë qenë dram, më kanë bë muni shumë rahat edhe kom hi shumë shpejt në rol. Normal, gjithmonë kom shku tu bu ma mirë, tu pas ma shumë përmirësime, po menoj që jam hi shumë shpejt në rol. A mundesh më na tregu sa ka qenë periudha që është dashur ta përgatisni këtë dramë, duke qenë se ju jeni nxënës dhe nuk jeni të profesionalizuar, ta them, në aspektin e aktrimit, kështu që besoj ndoshta ju është dashur, ku edhe a keni pas kohë mjaftueshëm që të realizoni, sepse ndonjëherë kemi data të caktuara dhe ndonjëherë fillojmë përgatitje ndoshta pak më vonë sa që duhet. A keni pas vështirësi gjatë realizimit të veprës? Jo, kemi fillu shumë herët, 2-3 muaj 4 përpara, edhe dhe me thonë tamam ja nisë mu përgadit edhe derisa të gjithë, se normal disa hinë rëll pak ma shpejt, disa pak ma ngadalë, derisa t'i hekin ato emocionet, edhe kemi pas kohë mjaftueshëm që me bu ma të mirën. Faleminderit, mund të filloj me Rianën, a mund të na kallëzosh edhe ti për aktivitetet e shkollës? Përshëndetje, unë jam Riana, jam nxënëse në klasën e 9. Në shkollë ne kemi aktivitete të ndryshme jashtëkurrikulare. Unë mendoj që ato janë shumë të rëndësishme, për shkak se na ndihmojnë në zhvillimin e aftësive të tona, me bashkëpunimin me nxënësit e tjerë. Unë kam marrë pjesë në aktivitete të ndryshme, më së shumti me gjuhën shqipe, kam konkuruar në gara të ndryshme për ese. E fundit ka qenë në shoqatën bankare, kemi pasur që të shkruajmë ese. Po ashtu kemi pas edhe për epopejën e UÇK-s, ku është zgjedhur edhe fituese një nxënëse nga shkolla Elena Gjika. Po ashtu kemi edhe nga këndvështrimet të ndryshme, kemi edhe nga ana e artit. Kam marrë pjesë edhe në për piktura të artit, po ashtu, kur e dim që edhe pak e kemi ditën e shkollës, që është më 2 prill, e kemi përgatitur një pikturë shumë të madhe edhe shumë interesante, e cila ka pasur një koncept më interesant për shkak se e kemi paraqitur portretin e Elena Gjikës dhe e kemi zbukuruar atë me kafe. Pra ka qenë një dimension tjetër dhe e kemi dërguar Elena Gjikën me një pjesë më moderne, mund të them, edhe një pjesë më interesante. Kur jemi tek pjesa e pjesëmarrjes të ndonjë gara të ndryshme, a mundesh më na tregu se çfarë ngjall brenda teje pjesëmarrja në një garë, sepse e dim që ndoshta janë më të mirët e të gjitha shkollave që marrin pjesë, dhe ndoshta të garësh më të mirët është pak sfiduese. Çfarë ngjall brenda teje pjesëmarrja në një garë? Po, është vërtet që ndoshta me marrë pjesë me edhe nxënësit e tjerë që janë shumë të mirë mund të jetë pak sfiduese, po ashtu mund të jetë edhe emocionuese, por nuk e vë asnjëherë në dyshim ato që kush do të fitojë. Unë mendoj që vetëm pjesëmarrja është një sfidë shumë e madhe, edhe është një gjë për të cilën duhet të jemi krenar, edhe nëse nuk fitojmë ose nëse nuk e marrim ndonjë vend. Mendoj që vetëm pjesëmarrja na ndihmon neve që në të ardhmen të jemi më të përgatitur.
Po ashtu kemi pasur edhe aktivitetin e dramës, ku edhe unë kam marrë pjesë. Aty kam pasur rolin e Doriminës. Dorimina ka qenë një kontesh. Mendoj që edhe ajo ka qenë një mënyrë shumë e mirë, sepse arti është ai që na rrethon, edhe ajo ka qenë një mënyrë të shprehurit të vetës në një mënyrë tjetër, pa fjalë. Përderisa kemi dy vajza që kanë qenë pjesë e dramës, pyetja ime për të dyjat është, a është përshtatur karakteri juaj me karakterin në të cilin ju keni luajtur? A ka qenë ndoshta kjo një vështirësi për me gjetë veten te karakteri të cilin ju e keni interpretuar ose roli që jeni caktuar ta interpretoni? Unë e kam pasur rolin e konteshës, mendoj që nuk e kam pasur aq problem, për shkak se gjëja kryesore ka qenë qëndrimi me kokë lart dhe mos të dorëzohemi para askujt. Prandaj nuk e mendoj që ka qenë një sfidë e vështirë, por po ashtu ka qenë një sfidë shumë interesante për ta kaluar. A mendon ndoshta në të ardhmen që të merresh me aktrim, duke qenë se e ke provu? Moj me provu prapë, po ashtu arti skenik është shumë interesant, por mendoj që është vetëm një hap më i madh dhe më i ri drejt së ardhmësime. Elibuna, po ti? Unë mendoj që më ka përshtatë roli, kam qenë vajza e personazhit kryesor, zotrit Xhurden. Gjithashtu nuk kom pas shumë tekst, po kom pas shumë një rol të madh, mendoj. Edhe mendoj që ka qenë veç pjesëmarrja që ku marrë pjesë është të çka. Anisa, na përmende që ke qenë pjesë e klubit të artit edhe të këndimit, edhe po ashtu të vallëzimit. Cila nga këto të trija të tërheq më shumë, nga cila këto të trija kishe pas dëshirë me u marrë ndoshta të ardhmen pak më intensivisht? Mua gjitha më kanë lënë shumë përshtypje të mira, po ashtu me vallëzimin kam fillu qysh në moshë të vogël, qysh 4 vjeçe, po ashtu edhe gjyshën e kam pasur arsimtare të muzikës. Ndoshta ajo ka qenë edhe shtysa kryesore që më ka tërheq drejt muzikës. Muzika për mua do thotë gjithçka, si lëvizje, si këndime, ato mua më bëjnë me u ndiq shumë mirë dhe me shfaq veten. A mundesh më na fol për ndonjë paraqitje që ke pas së fundmi, apo diçka që ty të ka bërë më shumë ti përshtypje sa i përket këtyre 3 grupeve të ndara, sa i përket artit në përgjithësi, sepse secila në vet janë art. Ne për festave ditë ndryshme mbajmë aktivitete në grupe të ndryshme, po ashtu edhe në piktura unë e shfaqja aty kreativitetin tem për çdo ditë. Ne kemi pasur tani së fundmi edhe për ditën e shkollës, ku jemi duke përgatitur disa punime. Unë kam qenë edhe pjesëmarrëse dhe jam duke përgatitur një pikturë që ta shfaqe për ditën e shkollës. Duke qenë se është emisioni i parë, por shoh që edhe vajzat janë pak ndoshta në siklet. Adea, a ke ndonjë pyetje të cilën ke dëshirë me ju parashtru, ndoshta ta them bashkëmoshatarëve të tua? Masi të ju vajzat dëshironi të vizatoni, cili është mesazhi për juve, për fëmijët e tjerë të kuptojnë që arti është më i mirë ose për ndonjë mesazh tjetër? Unë mendoj që arti është gjithçka që na rrethon në çdo formë, në çdo mënyrë të tij, duke qenë nga brusha që pikturon në polur deri tek vargjet që vijnë si tingull si muzikës. Mendoj që arti është shumë i rëndësishëm dhe na ndihmon që edhe neve ta shohim vendin tonë më përpara. Po ashtu një shprehje që arsimtarët gjithmonë na kujtojnë, që është shumë e vlefshme për aktivitetet jashtëkurrikulare, është që në grup asnjëherë nuk duhet të themi unë, në grup gjithmonë duhet të themi ne. Kjo është shumë e mirë. Liburna? Unë mendoj që nuk është gjithmonë me arrit fitoren, me rëndësi pjesëmarrja. Po, e vërtet është ajo, se edhe une si nxënëse e shkollës e kuptoj këtë gjë, se edhe mua më pëlqen arti. Unë kam dëgjuar arsimtarët neve që na japi mesazhe të ndryshme për art dhe e kuptoj atë gjë. Ti? Unë mendoj që në art ne i shfaqim emocionet tona, vendinat tona, se si ne ndihemi. Ajo është një mënyrë e shfaqjes edhe së ne si person si ndihemi apo si individ, dhe mua më pëlqen shumë si aktivitet, po ashtu edhe në shkollën tonë. Duke qenë si një nxënëse të angazhuara gjithkohës, sa ka ndikuar aktivitetet tek ju si personalitet, sepse mendoj që ju zhvillojnë, ju socializojnë, edhe ndikojnë në shumë anë të mira të cilat besojnë të ardhmen, e dini që kanë ardhur prej diko, e pikërisht nga shkolla fillore, sepse kujtimet më të mira mendoj që vijnë nga shkolla fillore, sepse pastaj fillojnë vështirësitë që ndoshta asnjëherë nuk i pritni që do të vinë.
çka ka ndiku pjesëmarrja juaj tek ju si personalitet në aktivitetet që ju I realizoni? Po, Liburna vazhdo. Unë mendoj që më kanë bo një person shumë ma gjallë dhe shumë ma kreative edhe me pas ma shumë vetëbesim vete, që kur të bëj diçka me bu me vetëbesim edhe me bu diçka shumë me kreativitet, me dashni me bu njësan. Anisa? Unë mendoj që përmes këty aktiviteteve ne nuk shfaqim veten tonë vetëm si nxënës, por e formësojmë veten tonë edhe si individ. Këtu na ndihmojnë shumë edhe për të ardhmen tonë, mendoj unë, që janë një shtysë për me mendu për të ardhmen tonë si një gjë shumë të mirë. Aktivitetet jashtëkurrikulare mendoj që na ndihmojnë shumë për zhvillimin e aftësive në të ardhmen, mendoj që ato na ndihmojnë të jemi më të përgjegjshëm, të kemi një menaxhim të kohës më të mirë, po ashtu të kemi edhe një bashkëpunim në grup, sepse tek e fundit ne gjithmonë jemi të rrethuar me njerëz dhe duhet të kemi atë anën tonë shoqërore me të gjithë. Kur jemi tek aktivitete, sepse së tema është rreth aktiviteteve jashtëkurrikulare, a I gëzoni më shumë aktiviteteve që mbahen brenda objektit shkollor, apo aktiviteteve që realizon jashtë shkollës, vizitave të ndryshme, pjesëmarrje të ndryshme, paraqitje të ndryshme, cilat janë ato që ju tërhiqun më shumë dhe keni dëshirë që më patjetër t'jeni ju njëri nga nxënësit I cili do të marrë pjesë në aktivitetin qoftë brenda shkollës, qoftë jashtë shkollës. Po fillojmë me Anisën. Unë mendoj që dy llojet e aktiviteteve na japin një mundësi shumë të mirë, vetëm që ne jemi pjesëmarrësi atyre aktiviteteve. Po ashtu, unë mendoj që aktivitetet që mbahen jashtë shkollës janë më të mira edhe për ne nxënësit, sepse na largojnë pak ka ajo ana stresi që kemi në shkollë. Edhe ndoshta përditshmëria, cilën e keni, është një rutinë çdoditshme që ndoshta ndonjëherë bëhet, ta them edhe e mërzitshme paksa. Po. Liburna? Unë mendoj që të dyat I kanë ato veçantitë e veta që e bojnë se cilën më të mirë se tjetrën, po mendoj që aktivitetet për me shku dikën janë ose ekskursionet ose çuçi cekë ti, mendoj që janë më të mira për nxënësit e tjerë, po kisha thonë edhe ato brenda shkollës se kanë atë emocionin e vet. Mendoj që edhe aktivitetet jashtë si dhe brenda shkollës e kanë secila rëndësinë e vet. Po duke folur në emër të gjeneratës, mendoj që të gjithë kanë qef, ndoshta ta ndrojnë pak ambientin e shkollës, edhe të shkojnë në vende të tjera që na japin një emocion tjetër ose një ndjenjë tjetër. Po ashtu mendoj që aktivitetet që përmendëm herët, jashtëkurrikulare siç ka qenë drama, na ndihmojnë që ta shohim botën në një këndvështrim tjetër. Sepse tani kur shkoj tani tek një teatr, unë nuk e shoh veten vetëm si një shikues, po mund ta shoh veten edhe si aktore, pra di se si ndjen ata para aktrimit. A mendoni që duke eksploruar kaq shumë në shumë fusha të ndryshme ta themi, do t'ju ndihmojnë juve që ta zgjeni profesionin e juaj të ardhshëm? A mendoni që ndikon kjo apo nuk ka lidhje fare me profesionin cilin do ta keni jo vazhdim ose shkollimin që ju do të zgjedhni ta bëni në vitet e ardhshme? Më afër e kemi Rianën sepse është në klasën e 9, kështu që pyetja më shumë shkon rreth teje, por normalisht kjo I prek edhe Anisën dhe Liburnën. Unë mendoj që këto aktivitete në fakt vlejnë shumë për të ardhmen tonë, sepse ne nga tani duhet të mësojmë se si të flasim me të tjerat, duhet të mësojmë se si të gjejmë një komunikim të përbashkët. Si për shembull, në klub të debatit ne mësojmë se si të gjejmë një gjuhë të përbashkët, dhe gjithmonë të jemi të dyja palët të kënaqura. Dhe mendoj që kjo është shumë e vlefshme në të ardhmen, nëse do të punosh me një profesion kur ke një folje me të gjithë, kur duhet të flasësh me të gjithë. Komunikon. Liburna? Unë mendoj që kanë ndiku pozitivisht në zhvillimin në gjetjen ose e profesionit tam që ka më bukur të rritna, edhe mendoj që këtu janë vetëm ndihmës me që mu diçet. A ke vendosur ende se çfarë dëshiron të bësh? Më synoj me të qenë arkitekte, mendoj që më përshtatet shumë si karakter që jam. Anisa? Unë mendoj që pjesëmarrja në aktivitetet ndryshme, jo vetëm në një aktivitet në ndihmon shumë, sepse nuk është vetëm një ndalesë për të ardhmen tonë, por ne kemi anë të ndryshme të vendosim në atë që dëshirojmë të bëhemi në të ardhmen. Adia? Po, unë kam një pyetje, përveç këtyre aktivitetet, a dëshironi të bëni edhe ndonjë aktivitet që nuk e keni provuar ende?
Fillim Anisën. Unë mendoj që puni mund të vazhdojmë edhe të eksplorojmë edhe më shumë, ju vetëm të ndalme të këto aktivitetet që i kemi ne, por të eksplorojmë edhe të gjejmë një mundësi për të bërë edhe aktivitete të ndryshme që na përshtaten neve. Shumë bukur, Livona. Po, menoj që më me provu edhe aktivitetet e tjera, jo me prit mos me bo, po nëse përgjetna gjithmonë po. Faleminderit. Fillojmë Po, edhe unë kisha pas dëshirë me provu aktivitetet e tjera, sepse unë kam qenë e përfshirë në piktura, në shkrim të eseve, poezive, dhe shumë gjëra të tjera, po asnjëherë nuk e kam provuar muzikën. Mendoj që muzika është një derë e re, është një qelës i ri, edhe do të kisha dëshirë që ta provoja muzikën. Shumë bukur. Çfarë mendoni rreth aktiviteteve? A keni pasur ndonjëherë ndonjë ide cilën ju keshit pas dëshirë me prezantu të mësimdhënësat, ose ndoshta e keni prezantu dhe cilën keni pas dëshirë që të realizohet? A mendoni që dëgjohet mendimi juaj kur bëhet fjalë për ngjarje të tilla? Si mirëpritet nga mësimdhënësat? A mirëpritet? Unë mendoj që ata mirëpresin shumë mendimin tonë, sepse e shohin që ne kemi ide të ndryshme dhe marrim pjesë në aktivitete. Unë mendoj që ajo i ndihmon shumë arsimtarëve për me na shtyr neve për me vazhdu grupe aktivitete tona. Liburna? Po, nuk është që ku më sugjeru në një momentalisht ose deri që tash, ama në mendoj që arsimtarët gjithmonë janë gati me dëgju mendimin tonë dhe ne respektojmë plotësisht, në varë prej rrethanave që mund me realizu, ama unë mendoj që gjithmonë janë gati me na dëgju mendimin edhe me na motivu ma shumë. Arsimtarët në shkollë zakonisht na pyesin neve nëse kemi ndonjë dëshirë që kemi ata që ta përmirësojnë veten. Zakonisht unë kam shprehur ide që gjatë orës disa arsimtarë për shembull vetëm shpjegojnë dhe kjo duke të folur për moshën time, zakonisht për shumicën e gjeneratës është shumë e mërzitshme. Prandaj kemi sugjeruar të gjithë që gjatë orës të kemi më shumë aktivitete ose më shumë arktim dhe jo vetëm përgjigje të pyetjeve të njëjta ose shpjegimit të njëjtë të mësimit, diçka marrë këtu se diçka që e kap vëmendjen e nxënësve. A merreni ndonjëra nga ju me aktivitete jashtë shkollës, që nuk kanë të bëjnë fare me shkollën? A jeni të angazhuar diko tjetër? Po, unë jam pjesë e baletit, janë në balet që 8 vite. Mendoj që baleti është pashtu një aktivitet që më ka bërë mua në vajzën që jam sot, më ka shtyrë që të mos kem frikë para publikut, dhe po ashtu të flasë të lirë shumë të tjerë, dhe po ta shpreh veten time pa fjalë, për shembull me kërcim. Me lëvizje. Me lëvizje. Liburna? Momentalisht kam qenë ma përpara, momentalisht nuk jam pjesë asnjë kursi apo asnjë pjesë tjetër jashtë shkollës, aktiviteti tjetër, po mendoj që më me dikon. Cili ka qenë angazhimit para se ta ndërpresësh? Ka qenë kore, gjimnastika dhe baleti. Cila ka qenë arsyeja ndoshta pse e larguar nga këto? Kam pas edhe shumë kurse të tjera që lidhen me mësim, kështu që veç kam fillu shumë mos me mujt mi mbri gjanat, edhe kam lanë. Anisa? Po, unë kam qenë pjesë e kurseve të ndryshme si ato të këndimit vetëvallësimit, ku ato më kanë formësu shumë si individëve, më kanë ndihmu me shfaq gjërat e mia që mu më pëlqejnë, si në këndim, ashtu të zërim, ashtu edhe në vallëzim, me shfaq talentin tim në vallëzim. Po ashtu tani jam në kurs të artit, si ka më herët më pëlqen edhe shumë, sepse aty shfaqi veten dhe ndjenjat e mia. Jo, në aktivitetet të ndryshme që bëni në shkollë, a dëshironi që t'i bëni edhe do aktivitete brenda shkollës, si për shembull me klasën tënde, me bën ndonjë vizatim ose ndonjë tjetër? Po, unë mendoj që çdo aktivitet që na shtohet neve është një mundësi e mirë për gjithë neve, jo vetëm për ne që jemi pjesëmarrës, por edhe të tjerët që t'ju japet një mundësi shumë e mirë të shfaqur veten. Shumë bukur. Liburna? Unë mendoj që si që cik edhe ti që thënë që do një me bëna aktivitet me klasën, kisha shku me vizitu në event ku kemi qef krejt me vizitu, për shamë me shku në Brezovic ose diqka, që me pas mu knaq krejt mu këtu edhe me najt bashk. Po, shumë bukur. Dhe, Lien?
Po, edhe unë mendoj që aktivitetet janë të rëndësishme, sa më shumë aktivitetet që kemi, aq më shumë mënyra për ta shprehur veten. Brenda klasës mendoj që duhet të zgjidhen ndonjë aktivitet që na pëlqen të gjithëve. Besoj që të gjithë jemi të lidhur me një sport, sidomos pjesa e djemve, dhe nëse kemi ndonjë aktivitet lidhur me sportin, do të ishte shumë atraktive dhe shumë e tërhequr nga gjithë nxënësit. Ne dal nga dalë dhe jemi duke ju afruar fundit të intervistës, duke ju falendëruar gjithsesi nga ju që keni gjetur kohën dhe të jeni pjesë e emisionit të parë i cili po realizohet në sezonin e ri të emisionit Bota Jon, sepse me të vërtetë fëmijët, nxënësit janë gjenerata e re ndoshta që do ta sjellin një ndryshim, sepse duke qenë se ju po rriteni me, ndoshta ta themi me një teknologji, po rriteni me gjana shumë të bukura, po zhvilloheni shumë shpejt, edhe po keni mundësi shumë më të mira se sa ta themi kanë qenë dikur. Cili është mesazhi juaj ose çfarë do dëshironi të ju thonit moshatarëve tuaj sa i përket anës së shkollimit, anës së ndjekjes së ëndrave të tyre, anës së angazhimit në aktivitete jashtëkurrikulare, sepse siç e thatë secila nga ju jeni zhvilluar në personalitet dhe ka ndikuar shumë tek ju në personat që jeni sot, dhe normalisht që do të ndikojnë akoma më shumë se çfarë do të bëni nesër. Unë mendoj që gjenerata jame, unë ju them që mos të hezitojnë dhe të provojnë ato që mendojnë që ajo ju bën mirë atyre, edhe nëse dështojnë, ajo është një mundësi shumë e mirë për me vazhdu dhe me shfaq veten ju vetëm me u ndal edhe nëse dështojnë. Dipuna? Unë mendoj që gjithmonë duhet me ndjek zemrën edhe kur mos me u dorëzu. Riana? Po, unë mendoj që askush asnjëherë nuk duhet të nguroj të marrë pjesë në një aktivitet, çfarë do qoftë ai, edhe pse mendon që do të dështoj, dhe mendoj që nëse nuk e provon asnjëherë nuk do ta dish. Faleminderit shumë. Duke qenë se është hera parë që Adeja po bashkëbërësandon në një emision, duke qenë se nuk ka folur shumë, ne do ta lëm atë që të flet me këngën e saj të fundit të realizuar, me zërin e saj të ëmbël, dhe ne do të shkëputemi duke i dëgjuar Adejan duke interpretuar, dhe pastaj do të kthehemi me pjesën tjetër të emisionit dhe do ta kemi një nxënës i cili ka krijuar diçka. Për ta parë se çfarë ka krijuar ai dhe si ka arritur deri aty, ju ftoj të na ndiqni akoma. Kam vendosur t'ju tregoj ditën si unë e kaloj. Kam një vllaje, kam një motër, me ta unë e kaloj kohën. Sa herë dita është e bukur, dalim jashtë për të luajtur dhe kur lojën e mbarojnë, në shtëpi bashku mësojnë. Nëse do të kesh gjithë botën, duhet të kesh vllaje, motër, bashkë me ta krijo kujtime, gjithmonë ju kam zemrën time. Nëse do të kesh gjithë botën, duhet të kesh vllaje, motër, bashkë me ta krijo kujtime, gjithmonë ju kam zemrën time. Kam vendosur t'ju tregoj ditën si unë e kaloj. Kam një vllaje, kam një motër, me ta unë e kaloj kohën. Sa herë dita është e bukur, dalim jashtë për të luajtur dhe kur lojën e mbarojnë, në shtëpi bashku mësojnë. Nëse do të kesh gjithë botën, duhet të kesh vllaje, motër, bashkë me ta krijo kujtime, gjithmonë ju kam zemrën time. Nëse do të kesh gjithë botën, duhet të kesh vllaje, motër, bashkë me ta krijo kujtime, gjithmonë ju kam zemrën time. Adeja, një zë kaq i ëmbël, siç u thash edhe më herët, një artiste e cila do ta ketë një të ardhme shumë të ndritur. Faleminderit shumë për këta tinguj kaq të ëmbël të cilët i këndove në emisionin Bota Jon, në emisionin e parë cilin po realizojmë së bashku. Dhe ne e dim që ti në të ardhmen do ta kesh shumë të mirë me këtë zë kaq të mirë dhe të ëmbël. Këtu po përmbyllim edhe pjesën e parë të emisionit, duke filluar pas pak me pjesën e dytë me mysafirin tjetër të cilin veç sa e prezantova më herët.
Miqtan të vegjël, ne u rikthyem prap në studio nga një energji shumë e mirë, nga një këngë të cilën Adeja interpretoi për neve. Tani jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe kemi të ftuar një nxënës, i cili është nxënës i gjimnazit Eqrem Qabej, është Ari Thaçi, i cili ka krijuar një platformë për cilën do të na flas pak më vonë. Duke qenë se në pjesën e parë patëm një temë e cila prek edhe Arin, kisha dashur që më na tregu pak për aktivitetet jashtëkurrikulare që organizohen në gjimnazin Eqrem Qabej. Duke ditur se një nxënës i cili angazhohesh, besoj që mund të kesh për më thënë diçka. Atëherë, faleminderit fillimisht për ftesën, e vlerësoj jashtëzakonisht. Atëherë, unë jam gjimnazist në gjimnazin Eqrem Qabej në vitin e dytë dhe nga i vogël merrem me aktivitete jashtëkurrikulare, që mëte kam filluar të merrem me teknologji, duke pasur pëlqim për teknologjinë, kam vendosur që ta shoqëroj me idea shoqërore ku të ndikoj me teknologji në shoqëri. Pyetja ime është për shkollën, aktivitetet jashtëkurrikulare që organizohen në gjimnazin Eqrem Qabej. Edhe po drejtohem gjithmonë më të vegjëlit tonë për ky emision përfshin të gjithë nxënësit pa dallim nga klasa e parë deri në klasën e 12, kështu që Arin e kemi mysafirin tonë të parë, i cili vjen nga gjimnazi dhe do të na tregoj aktivitetet që realizon aty, pastaj do të na flas për krijimtarinë e tij sepse është një moshë shumë të re. Edhe ai po krijon diçka, kështu që Ari është për të duar trokitur puna jote fillimisht. Shumë faleminderit për teja, vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Atëherë, siç e thatë atë, në gjimnaz me të vërtetë bëhen disa aktivitete që na bëjnë mësimin pak më atraktiv edhe mund ta tregojmë edhe talentin tonë, por edhe punën që e bëjmë. Ne mundohemi si gjimnaz shoqëror të bëjmë mjaft aktivitete, duke bërë letërsi, duke krijuar gjëra të reja, duke ndihmuar edhe shoqërinë. Unë fillimisht e kam gjetur veten këtu, nga i vogël, siç e tregova më herët, nga i vogël kam filluar me bëu aktivitete jashtëshkollore, pra vetë. Ka qenë pak e vështirë, si gjithmonë, sepse një djalëshiri të këtë aktivitete, por e kam ditur qëllimin tim dhe jam shumë i lumtur që sot kam arritur të krijoj diçka timen. E kur jemi tek krijimtaria e Arit, Adeja ka një pyetje për të. Arja, më nështë të më tregosh gjërësisht rreth pasionit tënd në teknologji. Atëherë po, pasioni me teknologjinë ka filluar që mëti, duke parë se kam një talent ta quaj dhe kam pëlqimin për ta bërë këtë, kam filluar vetë, do të thonë kam mësuar gjithçka vetë dhe erdha në përfundim ta krijoj një platformë e cila u ndihmon të tjerëve. Kur u krijua bindja që mund të krijosh diçka, që mund t'ju ndihmoj të tjerëve? Duke pas parasysh punën që e kam bëu pak më herët, se prej vogël më ka rënë me punu me shumë organizata, me shumë njerëz dhe kam pas se kam talent edhe mund të bëj atë punë, kam vendosur që me kriju platformën, fillimisht ka qenë pak e vështirë, po e kam provuar një herë vetë, e kam testuar edhe pastaj e publikova. Tregove që ke punuar me organizata, cila ka qenë puna e parë me cilën që ke punuar ti edhe ke thënë që unë mundem, ky është profesioni ndoshta me cilin unë kam dëshirë që të merrem të ardhmen, sepse ti mund ta them e ke zgjedhur profesionin tënd tashme. Kështu që kjo do të përcjell edhe në vazhdimsi. Por kur ka qenë ndoshta puna e parë, e cila ndoshta i ka dhënë vullën që ti mund të vazhdosh edhe të merresh me këtë. Po, atëherë në shkollën fillore kur kam qenë, kemi bashkëpunuar me disa organizata që na kanë qenë vullnetare, të cilat e kam pa talentin tonë dhe kemi bashkëpunuar. Unë kam qenë kryetari i Këshillit të Nxënësve dhe kemi punuar, siç ka qenë një shembull, kemi ndihmuar organizatën Sindromi Down. Kemi bërë dhurata për ta, edhe kam pa që kam komunikim me të tjerët dhe mund t'ju ndihmoj edhe mund të bashkëpunoj. Aty ka qenë një piknisje nga e gjithë ky rrugtimi imi. Kur jemi tek teknologjia, je marrë me teknologjinë qysh i vogël. Ke pasur besoj në familje, njerëz, familjar, cilët kanë kërkuar gjithmonë ndihmë nga ti. Çfarë ndjesie ka qenë për ty ndoshta duke qenë i vogël, ta themi vogël ashtu, që të tjerët kanë ardhur dhe kanë kërkuar ndihmë nga te. Ç'është je ndier? Atëherë fillimisht është shumë mirë për shkak se kanë qenë persona të cilët e kam pasur edhe unë personalisht e kam pasur shumë më ndihmë të tjerëve, po edhe ata kanë marrë shërbimin nga unë, po edhe unë ju kam ndihmuar atyre, po të njëjtën kohë e kam përfituar një lloj përvoje me familjarët.
Sa ka ndiku në personalitetin tënd gjithë ecuria ose gjithë kësaj punës të vazhdueshme që e ke realizu për personin që ti je sot, se besoj që ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm. Po, tu e di që jam edhe në fazën ku unë formuem si personalitet atë si njeri, edhe duke e di që merrem me gjithë këto aktivitete, besoj që është një ndihmës shumë e madhe dhe një bazë shumë e mirë për personalitetin që do bëjmë edhe për profesionin që do e zgjedhim, që veç se e kam zgjedhur. Platforma Agenti AI, apo? A mundesh me na vol pse pikërisht ky emër edhe çfarë saktësisht përmban kjo platformë? Atëherë emri ka rrjedh shumë natyrshëm, edhe ka rrjedh qysh fillim e kam di që është Agenti AI, duke di që e kryen punën një agenti për shkak se kryen shërbimet, duke kthyer mesazhe 24/7 dhe duke kryer një punën e një recepcionistit, them ashtu më lehtë. Apo i drejtuash në gjuhën shqipe apo anglize? AI apo AI? AI është artificial, inteligencë artificiale. Okej, në rregull. Apo i drejtohesh ti me emrin AI në gjuhën angleze po them, apo në gjuhën shqipe po e thua AI? AI është AI. Okej, në rregull. A di a ke diçka me pyet Arin? Unë dëshiroj ta bëj këtë pyetje. Dëshiroj që ta di kur ke qenë i vogël, si e morë këtë ide të fillosh me teknologjinë? Atëherë, shumë pyetje mirë. Unë e kam marrë këto, siç e përmendja edhe para folca jote, e kam marrë duke kryer punë duke i ndihmuar familjarëve të mi, edhe aty i kam marrë, si them, themelet, edhe kam po që mund të bëj diçka dhe mund të ofroj shërbimin këtë shërbim edhe aty ka qenë gjithçka, aty ka fillu. Kush janë personat të cilët mund t'i drejtohen Arit për ndihmë? Personat janë gjithë ato që kanë mesazhe dhe s'munden me i kthy, pra kanë një volum të mesazheve, pra gjitha bizneset që nuk munden me i kthy, atëherë agenti është ai i cili punon 24/7 për ta. A mund përdoret edhe për njerëzit e zakonshëm, sepse dim që kemi shumë figura publike që kanë mesazhe të vazhdueshme, a mund përdoret edhe për një gjë të tillë apo është e planifikuar vetëm për biznesin këtë rast? Patjetër që po, atëherë kush ka shumë mesazhe dhe s'mundet me i kthy, agenti i kthem për ta. A është mesazhi automatik i cili programohet dhe secilit i kthehet në formën e njëjtë? Jo, atëherë mbos secilit profil, mbos secilit se qysh e trajnon agentin me dhënat e tua, edhe agenti kthen përgjigje. Nuk del jashta, edhe nëse pyetja bëhet jashta informacionit ose jashta profilit atij biznesi apo atij personi, agenti prap i jep ato vetëm ato informata që trajnohet. A ka qenë shumë i vështirë si program nga ana jote me u ndërtu? A mundesh më na fol pak më në detaje, mos flasim sipërfaqësisht, sepse ato detajet janë ato cilat na interesojnë më shumë. Sigurisht. Sepse aty qëndron e bukur a gjithë krijimi, apo? Po, duke e di që unë e kam gjithçka që kam bërë deri tash, e kam mësuar vet, nuk kam ndjekur asnjë kurs fizikisht, vetëm kurset që i kam kryer janë disa online, edhe duke e di që gjithçka vet, atëherë ka qenë pak se vështirë, ka qenë e vështirë edhe për me u tregu të tjerëve, për shkak se duke e ditë edhe moshën, duke e ditë edhe që domethënë ka qenë surprizë, sepse askush nuk e ka ditë deri në momentin që e kam publiku, domethënë përgjithë ka qenë një befasi të them, edhe kjo ka qenë pak sa e vështirë, po punën e krijimit besoj që nuk ka qenë, për shkak se është diçka që e dua dhe më pëlqen, edhe ka rrjedh shumë natyrshëm, edhe ka qenë një proces shumë i bukur, që do ta mboj mend gjatë gjithë jetës. Cilat kanë qenë komentet e para që i ke marrë? Komentet e para që i ku marrë kanë qenë shumë befasuese, po paraprakisht e kanë ditë që unë po merrem me teknologji, po nuk e kanë ditë saktësisht që unë po e krijoj një platformë timen, edhe kanë qenë komentet pozitive. Ka pasur ndonjë koment aty këto që ndoshta nuk ka qenë negativ, po ka qenë vetë se pak duke e ditë moshën edhe duke mos pa të tjerët, duke mos nuk e kam pa askënd deri tash, është pak vështirësi, po të njëjtën kohë është edhe privilegj. Andea, ke ndonjë pyetje për Ari? Ari, dëshiroj ta di, në shkollë ki ndonjë nxënës që shpreh negativin të ti me teknologji? Jo, fatmirësisht jo, duke ditë rrethonave që po jetojmë ose shoqërinë që po e kemi, unë fatmirësisht e kam gjetë një përkraje të madhe nga gjithë shoqëria ime në shkollë. Si ka prit klasa jote këtë platformë? Edhe klasa është befasu, për shkak se nuk e ka prit, se si që regova edhe më herët nuk e ka ditë askur, deri në momentin që është finalizu, për shkak se unë kam pasur besim tek vetja gjithmonë.
po gjithmonë kam gjëra që i bëj, i ruaj deri në momentet e fundit që kur të publikoj atë e marrim vesh gjithë. Edhe për klasën ka qenë një befasi e bukur. Unë mendoj që kjo mund të jetë edhe ndoshta cilësi i suksesit tënd të ardhmen, se ti besoj që do të krijosh akoma më shumë, edhe tani që e ke pa që mundesh me kriju, mendoj që ndoshta në kokën tënde ke filluar që të mendosh edhe për diçka tjetër, e kështu që punon për të, por sa ka zgjat komplet periudha për krijimin e kësaj platforme? Atëherë krijimi i platformës më ka marrë kohë, them 6 muaj. 6 muaj. A ka qenë punë intenzive, apo ka qenë punë ndoshta çdo ditë, por nuk ka qenë ta themi 5 orë, 4 orë, po ndoshta gjysmë orë apo një? Jo, ta them drejtën, është një punë intenzive që e kam bërë, duke e di që kam qenë edhe i angazhuar edhe me shkollë edhe me disa aktivitete tjera që i bëj, po do më thonë fokusin më të madh tash e kam vetëm tek agenti, por ka qenë një punë e vazhdueshme dhe konsistente. A ka ndikuar në mësime periudha që ke qenë duke u marrë me të dyja? Ka ndiku pak, po prapë se prapë jo, se unë e bëj këtë me qef edhe nuk është ajo arsyeja që unë talë mësimin për shkak të agentit. So ka pasur sukses ta them në këto javë të para muaj? Është sa kohë që ka dalë? 1 muaj. Është 1 muaj. Cili ka qenë suksesi cilin e ke arritur për 1 muaj, edhe a ka qenë diçka që e ke prit, a ka qenë diçka befasuese, apo ndoshta nuk je shumë i kënaqur me atë se çfarë ke pritur të ndodhë? Është një feedback shumë i mirë, që i ka kalu pritshmëritë e mia, për shkak se kam besu edhe kam di që është në interesin e gjithëve, por nuk e kam di që është kaq shumë, për shkak se në Shqipëri edhe në Kosovë nuk kam pa kësaj lloji shërbimi që ofrohet, edhe po e shoh se është me të vërtetë diçka shumë e nevojshme, që nuk ka qenë më herët, por tashmë është. Edhe kjo është një ndër arsyet që është pak më e vështirë, për shkak se kur është diçka e re për gjithë, është pak sa hezituese, por me kalimin e kohës besoj që do bëhet në rregull. A ka plane Ari që të krijoj diçka akoma më të madhe se kaq? Po, atëherë plani tani për tani është avancimi i platformës, pra krijimi vazhdimësia e diçka të çoj në nivel tjetër. Ta themi ndoshta edhe përditësimi sa në përditësimi, po duke bërë që agenti të përgjigjet edhe telefonatave, pra call agent, por për shkak të gjuhës shqipe, jemi duke trajnu agentin, për shkak me kuptu gjuhën shqipe më mirë. Për shkak se mesazhet i kthem, po punat e thirrja. Apo të merë më shumë kohë me trajnu për thirrjet, apo të ka marrë më shumë kohë tek mesazhet? Deri tash sa po e shoh, është më shumë po marr kohë thirrja. Për shkak se gjuha shqipe është pak më e vështirë për me trajnu. Unë dëshiroj që të them, a don të bësh ndonjë aktivitet tjetër përveç teknologjisë? Duke e di që jam në drejtimin shoqëror, mua më pëlqejnë shumë lëndët shoqërore, siç janë psikologjia, sociologjia, psikologjia. Edhe mendoj që në njëjtën kohë mund të me u merret me këto, edhe më pëlqen shumë me u merr me këto lëndë. Aktivitetet të tjera jashtë teknologjisë, mos flasim për aktivitetet jashtë shkollore që kanë bëjnë me mësimdhënësit që ju angazhojnë, diçka tjetër me cilin ti merresh edhe ke pasion me u marr. Merresh me sport apo me diçka tjetër, apo gjithë kohën dëshiron me ja kushtu teknologji, sepse ndoshta antarmen do të na bësh një person i cili është biznismen edhe do të ketë ndoshta në pronësi ta quaj shumë platforma të tilla që do t'ju ndihmojnë jo vetëm bizneseve, por edhe njerëzve, sepse tashme teknologjia çdo ditë më shumë po avancon. Po, sigurisht. Unë mendoj edhe planet e mia për tani janë që unë të mos mbetem vetëm tek agenti, po të krijoj diçka shumë më të madhe. Po të njëjtën kohë kam edhe disa hobi tjera që merrem, siç është sporti, unë kam luajtur futboll për 7 vite rresht, futboll aktiv. Po me qenë se tashmë edhe shkolla e mesme, edhe agenti erdha në përfitim që duhet ta lë futbollin aktiv, e të merrem ta bëj vetëm si hobi kur të kam kohë. Unë tjetër merrem edhe me lexim, merrem edhe tash jam me disa organizata duke punuar për çështje shoqërore në shoqërinë tonë, siç janë disa tema si diskriminimi e të tjera. A mundet një nxënës i moshës tënde, një nxënës i zakonshëm, ndoshta ta themi edhe i klasës tënde, i gjeneratës tënde, ta krijoj këtë që ke krijuar ti? Përderisa unë e kam kriju edhe është kriju, besoj që nuk është e pamundur, po do të një punë intenzive dhe do të një përkushtim jashtëzakonisht i madh, për shkak se unë mësimet për teknologji dhe për AI i kam marrë nga klasa e 9, nga aty ka filluar tamam serioziteti im,
edhe pra ka qenë një punë 2 vjeçare, andaj edhe pse thash një punë 6 muaj që ka qenë, ajo ka qenë vetëm për agentin, po për mësimi gjithçka, për me hyrë në rrjedha, unë jam në rrjedha që 2 vite, me thonë. Adia, ke diçka për të thënë? Jo, Mesazhet për të gjithë moshatarët e tu dhe ju vetëm. Ne kemi mundësi që nëse dimi i shfrytzuar dhe i shfrytëzojmë për të mirë, atëherë kemi me qenë shumë të suksesshëm. Normalisht shkollimi është diçka shumë esenciale për çdo njeri, edhe është e rëndësishme, po në kohën që po jetojmë, besoj që nëse den me u gjind, edhe je i përdor, i shkathët, do të jesh i suksesshëm. Ari, të falenderojmë shumë për kohën, është kënaqësi shumë e madhe që të patëm në studio, duke qenë se është intervista jote e parë që po flet për agentin, për platformën cilën e ke krijuar, kështu që besoj që në vazhdimsi do të arrish suksesin që ti e don, e ke planifikuar, edhe në vazhdim besoj që do të ecë shumë mbar, sepse ajo që niset me shumë dashuri, me shumë pasion edhe me shumë përkushtim, patjetër që një ditë do të lullëzoj edhe do të kurrë shumë sukseset mëdha. Shumë faleminderit prej teje, vlerësoj jashtëzakonisht shumë ftesën. Kënaqësi shumë e madhe. Adia, ke diçka për të thënë për Arin? shumë ka një gjë interesante, se kur nuk kam dëgjuar një fëmijë të krijuar një argjend AI, shumë kënaqësi që të patëm sonte. Dhe të falenderojmë shumë. Faleminderit edhe prej teje, vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Faleminderit. Duke qenë se janë minutat e fundit të emisionit, Adia po të pyes si kalove në emisionin e parë për ty, sepse unë mendoj që është e bukur për brenda, kjo që ka përjetove sot, por ndoshta edhe pak sa e sikletshme, sepse nuk është e lehtë dalësh edhe të flasësh para kamerave, duke qenë moshën që ti je. Ka qenë kënaqësi që sot kam qenë në studio, jam shumë e gëzueshme, ka qenë pak si stres, po e kam kaluar, tash jam mësuar më shumë. Unë të falenderoj shumë që ishim sot bashkë dhe kaluam momente shumë të mira. Ndërsa të veçlit tonë, nxënësit, të gjithë ata të cilët po na ndjekin, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj dhe shpresoj që mesazhet të cilat mysafirët tonë kanë bartur tek ju të arrijnë në vendin e dur dhe ju sa më shumë të motivoheni, të përkushtoheni dhe të keni sukseset e juaja në jetë. Ta mbyllim me fjalët e fundit të Adeas dhe ne do të shihemi javën tjetër. Mesazhi im për fëmijët që t'i ndjekin ëndrat e kur mos të ndalin, edhe për mesazhet e keqia që i marrin ato, veç të vazhdojnë drejt ëndrat të tyreve.